Për prokuror, çfarë bashkëpunimi ka me policinë dhe me gjykatën? Kur e dim që ka kritika të vazhdueshme që ka probleme në praktikë, të cilat ndikojnë që edhe performanca në hetime ose në procedim të rasteve gjyqësore të mos jetë e duhura. Pra, si bashkëpunon prokuroria me policinë dhe me gjykatën? Ktu e di që është promotor i zhvillimit të punëve edhe duke aktivizuar policinë, por edhe duke aktivizuar gjykatën me akt akuza. Duke qenë se kam një përvojë edhe në polici, kum punu në 10 vjet në time, edhe 5 vjet pastaj edhe gjyqtar, tash që 10 vite edhe prokuror, allka kryesore apo përcaktuese e suksesit një çështje penale është nëse kemi polici apo etus të profesional, të mirëfillt. Mirë po mos harroni se policia ballafaqohet edhe policia me vështirësi sikur që kemi edhe ne, me sa i përket kapaciteteve, përveç kadrovike dhe infrastrukturore edhe të investimeve në ekspert të caktuar të fushave të caktuar, për shembull, kemi ekspertizat se me mujtë të tërë, ekzaminimeve të telefonit, apo dhe atyre tjera, balistike të tjera, kemi mujtë të tërë që presim, nuk mund të procedojmë më tutje për shkak vështirësive që i kanë policia. Mirë po edhe kemi edhe vështirësie, po mungesa të investimeve, jo vetëm në aspektin kadrovik, po edhe e teknik, të investimeve të pajisjeve teknike, teknologjike, që duhet mi pas policia, sidomos e krim teknikës edhe forenzikës, për shkak se ju e dini që një rast i vrasjes, apo një rast ku ka vendngjarje, ku është kryer një krim, ato nuk është me rëndësi qatë shumë ato provat cilët shihen me sy, po janë do prova latente të cilët nuk shihen me sy, të cilët duhet një profesionalizëm, të cilët e kanë policia jonë, mirë po shpeshherë mendojmë na që mungon edhe aspekti i trajtimit shkencor të aty në vendin ngjarjes edhe pajisjeve që përdoren, edhe sigurimit të aty në provave në vendin e ngjarjes, shpeshherë kemi kësi vështirësi, cilët sa i përket bashkëpunimit me gjykata, është bashkëpunimi i mirë, i rregullt, shpesh takona me kryetar gjykata dhe ja adresojmë problemet të cilët i kem, sidomos sa i përket shtyrjes së seancave, kemi pas vështirësi të mëdha sa i përket shtyrjes së seancave për shkak mungesës prokurorëve, se është një diskrepancë e madhe mes prokurorëve të departamentit përgjithshëm të ne, edhe gjykatave atje, për shkak se ata kanë arritë të rekrutojnë 3 gjenerata, nuk kemi mujtë asnjë gjenerat, kështu që nëse në gjykatën themelore janë 15 gjyqtarë, departamenti përgjithshëm të na janë 5 gjyqtarë, të tjerët janë në terren, e të cilët ka vështirësi mi mbulu ato seanca dhe shpesh kemi shtyrje të seancave, shpesh jo, për shkak se ju mundu që edhe gjithë shefat e departamentit të marrin pjesë në seancë, vetëm mos më shtyjë seancat. Mirë po kjo është gjendja që e kem në sistemin prokurorial, edhe po mundohemi me çdo kapacitetet cilët i kem, edhe po mundohemi me ja dalë.